Miqtë e mi, mirëditat e mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku ditën e sotme në pjesën e parë të këtij emisioni do të ndalojmë tek tragjedia e Malishevës, ku një 39 vjeçar, baba i 4 fëmijëve, 2 prej të cilëve kanë shpëtuar mrekullisht sepse nuk janë gjetur brenda banesës, e cila u shkrumbua brenda me 39 vjeçarin dhe 2 fëmijët, 12 dhe 9 vjeç. Ndiqni fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktori e emisionit me zemër të hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me kryeplakun e fshatit, por njëkohësisht edhe familjar i familjes Berisha. Ndjeki materialin. Ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur do të trajtojë tragjedia e rëndë me 3 viktima në Malishev, që ka tronditur jo vetëm Kosovën, por edhe mbar opinionin publik. Një tragjedi e paimagjinueshme ka goditur qytetin e Malishevës, ku brenda pak minutave një vatër zjarri ka shuar një familje, një baba vetëm 35 vjeç dhe 2 dritat e syve të tij, 2 fëmijë të moshës 9 dhe 12 vjeçare. Ata nuk mundën t'i mbijetonin flakëve dhe asfiksis. Një shtëpi që duhet ishte kështjella e sigurisë u kthye në një kurth fatal për 3 jetë njerëzore. Çfarë ndodhi realisht brenda atyre mureve? A ishte kjo një aksident tragjik apo diçka mund ishte bërë për t'i shpëtuar? Ndiqni dëshminë rrëngjese të afërmit të viktimave. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, me mua në studio do t'jetë Fabiola Elezaj, sociopsikologe. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit me zemër të hapur. Lidhem drejt për së drejti me Malishevën, aty ku ndodhet zoti Bashkim Berisha. Zoti Bashkim, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju e të redaksinë nderuar. Në radhë parë japë ngushëllimet e drejt për drejta për humbjen e familjarit dhe 2 ëngjëjve të tij. Ju jeni kryeplaku i fshatit, njëkohësisht edhe familjarit tyre. Do doja të dija, zoti Bashkim, ju vetë si e mësuat ngjarjen? Faleminderit shumë për ngushëllimet. Sa i përket rastit tragjik që ka ndodhur në fshatin tonë, dje rreth orës 12:50 minuta jemi njoftuar me rastin ku ka ndodhur kjo tragjedi e cila na ka shokuar të gjithëve. Me të marrë informatën e parë, organet e rendit, policia, zjarrfiksit dhe qendra e mëshirës familjare është shkuar në vendin e ngjarjes, ku edhe pas hyrjes në banesën ku ka ndodhur rasti, kanë parë 3 viktima që nga asistimi i timit të madh që ka kapluar banesën, gjendja atyre ka qenë pa shenja jete. Viktimat i kanë tërhequr në qendrën e mëshirës familjare dhe aty mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e këtyre. Nga hetimet paraprake edhe se jemi shumë shpejt pas ngjarjes, çfarë dyshon policia, por edhe prokuroria nga hetimet e deri tanishme? Ne ende nuk kemi informata për shkak se janë duke marrë organet e rendit, shkaku i vdekjes së këtyre 3 viktima. Ende s'kemi informata shkaku i vdekjes së tyre, por të marrë informata ne do t'ju lajmërojmë, por është duke marrë me rastin mjekësia ligjore, ku edhe viktimat janë ende atje, nuk janë ardhur në familje, por informata shtesë nuk kemi për gjendjen e tyre si është deri te vdekja atyre. E qartë, zoti Bashkim, në momentin që ka ndodhur zjarri brenda kësaj banese, kush ishte i pari që e dalloi zjarrin? Sipas informatave që kemi na si familjar, si bashkëvendas i tyre, rastin e parë ka hyrë vllau i tina, i viktimes, dhe brenda kanë hyrë disa të afërm aty në banesën sociale, të cilën kanë qenë të duke rjetëtuar, dhe i kanë pa që gjendja atyre është e rëndë, edhe momentin që kanë hyrë aty kanë ardhur edhe mjekët dhe i kanë tërhequr viktimat, i kanë çuar në qendrën e mëshirës familjare. Vllai pra i viktimës dhe kushëriri juaj, sapo ka vënë re zjarrin, ka vajtur menjëherë, është ndodhur rastësisht, jeton afër? Vllau jeton afër tina,
Mirë po, jo dhe në atë shpejtësit që kanë ndodhur rastet, pas pak minuta, mund të thëmë, ka hyrë vllai i tina dhe kur e ka pa banesën të tymosur, është afruar te vllai, është munduar të jep ndihmën e parë, mirë po ka qenë e pamundur sepse ata veç i kishin ndruar jetë dhe i ka tërhequr viktimat, i kanë punë në qendrën e mirësisë familjare. E qartë, zoti Bashkim, do donim të dinim, zjarri ka përfshirë vetëm apartamentin e familjes Berisha apo edhe banesat të tjera? Jo, zjarë nuk është bërë në banesë, siç e kanë dhënë edhe disa media, aty ka qenë vetëm një tym i madh, edhe nga asfiksimi i tymit ata kanë vdekur. Zjarri nuk e ka kapluar as banesën ku ishin ata, por as edhe apartamentin aty. Pra, ju thoni që ka pasur vetëm tym dhe nuk ka pasur flak? Pardon? Ka pasur vetëm tym dhe nuk ka pasur flak? Absolut nuk ka pasur, sa i përket një dyshime pak flak ka pasur aty, por jo e djegur banesa, vetëm ka qenë vetëm tym. I ndjeri së bashku me fëmijët, ku janë gjetur trupat e tyre? Në çfarë vendi të banesës? Sipas informatorëve familjarë ose të vllavëve tina, kanë qenë brenda në banesë, babaj me 2 fëmijët, sipas disa informata që kemi, ka qenë edhe në gjumë, Kanë për qenë në shkak që gjumë. ka qenë duke pushuar në atë mesditë, dhe të dytë kanë qenë në atë banesë më të tretë, në vërtet. Në fakt ka qenë babaj dhe 2 fëmijët 9 dhe 12 vjeç, ndërkohë që fëmijët e tjerë dhe sa fëmijë të tjerë ka familja Berisha, i ndjeri? I ndjeri ka edhe 2 fëmijë të tjerë që tash janë në jetë, ka një vajzë 13 vjeçare edhe një djalë të vogël në Çerdhe që është, ka edhe 2 fëmijë. Ata kanë qenë njëri në Çerdhe dhe tjetri në shkollë, apo jo? Po në shkollë ka qenë. Bashkëshortja e të ndjerit ku ka qenë ato momente? Nuk kemi, me të thënë drejtë, nuk kemi informat për bashkëshorten ku ka qenë, s'kemi marrë informata ende, por brenda nuk ka qenë. Ai është një pallat pra me sa banesa? Pallati është qendre sociale me disa banesa, ku banojnë edhe shumë banor aty. Keni mundur, zoti Bashkim, të flisni edhe me banorët si ka mundësi që nuk kanë vënë re as flak, po vetëm tymin tek familja Berisha, tek banesa e tyre? Po, kemi kontaktuar me disa aty që jetojnë në atë banesë sociale, sipas informatave tyne nuk ka pasur flak, po vetëm tym ka pas brenda. Çfarë mendohet se i ka shkaktuar këtë tym, se është paksa shumë e çuditshme në lidhje që flak nuk ka pasur, po ka pasur vetëm tym. Çfarë mund ta ketë shkaktuar? Ne nuk kemi informacione për shkakun e vdekjes ende. Pra, edhe njëherë, pallati ka disa banesa të cilat janë sociale, varen nga komuna, apo jo? Po, banesa sociale të cilat i kanë ndërtuar kuvendi komunal. Pra, i ka ndërtuar kuvendi komunal dhe aty strehoheshin familje të pastre apo në gjendje ekonomike, social-ekonomike, ndoshta pak më të dobët, më flit pak për këtë pallat dhe për banorët e këtij pallati. Sa i përket asaj banese, disa familje janë që janë me asistencë sociale, dhe disa që janë pastre janë të vendosur në atë banesë sociale. Prej sa kohësh është ndërtuar ky pallat? Pallati, nëse nuk gabohem, mos jemi, se nuk mund të kemi shumë i sigurt, është dikon 7-8 vite. 7-8 vite. A janë të sigurta, është certifikuar kjo ndërtesë për të pasur një sistem sigurie të sigurt? Po, banesa është e sigurt, banesa është certifikume, banesa është me të gjitha gjendje shumë normale, asnjë problem nuk ka pas aty. Sistemi elektrik i kësaj banese, zoti Bashkim, çfarë mendohet? Që tymi ndoshta është shkaktuar nga kush? Sistemi elektrik ka qenë shumë i mirë. Po? Jo, nuk ka pas diçka asnjë problem me herët në atë banesë, përveç rastit tragjik që ka ndodhur dje. Jo, unë e kuptoj, por ndoshta kush e ka shkaktuar këtë rast tragjik? Sistemi elektrik me probleme, ndoshta ndonjë bombë gazi, sepse është shumë e çuditshme mos të ketë flak dhe të ketë tym. Përveç, ende nuk kemi informatat për shkaktarin e vdekjes. Ju vetë çfarë dyshoni? Çfarë flasin banorët? Nuk mund të japim dyshimet e tona sepse nuk kemi informata, janë duke marrë organet e rendit.
A është vërë re diçka e çuditshme atë ditë ose një ditë më parë në këtë pallat? Dikush i huaj që ka hyrë ka dalë? As ditëve me parë, as kohëve me parë, as një problem nuk ka pasur aty në Banesë. Mirë, flasim pak për familjen e të Ndirit së bashku me 2 fëmijët. Një familje besoj në nevojë, thoni ju, që jetonte në këtë apartament për shkak të kushteve social-ekonomike. I Ndiri besoj se është babai i 4 fëmijëve, 2 prej të cilët ndruan jetë bashkë me të, por në lidhje me bashkëshorten, thoni ju, nuk kam asnjë informacion. Jo, nuk kemi informacione në lidhje me bashkëshorten, bëhemi sinqert. Tani, ai jetonte në këtë apartament me bashkëshorten apo jo? Nuk kemi informata. Mund të ketë qenë bashkëshortja e larguar nga ky apartament, jetonte me të Ndirin, me fëmijët? Nuk kemi, po bëhemi sinqert, nuk kemi informata me rastin e bashkëshortes. Nuk kemi informata. Shiko, unë nuk ju pyes vetëm si kryeplak, por dhe si familjar. Pra, kur është hera e fundit që ti ke folur me kushëririn tënd, me viktimën? Kur e ke parë, kur e ke takuar? Ka kohë që nuk kemi biseduar me to, për shkak që ai jeton aty në banesën sociale dhe ne jemi të angazhuar me punë. Ndërkohë në qytetin e Malishevës jemi takuar dhe jemi përshëndetur, për shkak se ka qenë edhe duke punuar viktima. Disa kohë jemi takuar dhe jemi përshëndetur me të Ndirin. Me çfarë të ardhurash jetonte familja e kushëririt tënd përveç punës së tij? Kishte të ardhura të tjera për të kuptuar më tepër në lidhje me bashkëshorten? Sepse ajo, sipas informacioneve që ju keni, nuk keni asnjë lloj dienie. Pra, a kanë jetuar së bashku me 4 fëmijë çifti, kishte kohë që ishte larguar kjo zonjë, se tani po hidhen disa dyshime në lidhje me bashkëshorten e këtij fundit. Ne jemi bashkëvendasit tina, nuk jemi familjar i afër i viktimës, jemi bashkëvendasit tina. Po, keni të njëjtin mbiemër apo jo? Po, të njëjtin mbiemër, kemi emrin Berish. Ne jetojmë në fshatin Gurbardh. Po. Ndërsa ata jetojnë në Malishev, në qytetin e Malishevës në banesën sociale. Qartë. Për arsye që ne nuk kemi informata më shumë për t'ju dhënë. Mirë, zoti Bashkim, çfarë ka Ndiri nga familja e tij e origjinës? Motra, vëllezër, se ti thua ishte vllai që shpëtoi, vllai pas ka jetuar afër, po si ka vërë re tymin brenda banesës së vllait të tij? Na jep ndonjë detaj në lidhje me këtë situatë. Ndiri ka dhe 2 vëllezër. Po. Ka dhe baban, ka botër, kjo është e familja atyre. Ke mundur të flasësh pak me vllajin e të Ndirit, me atë që vuri re i pari, se çfarë po ndodhte në familjen Berisha? Po, dje, kur ka ndodhur të tragjedia, unë jam takuar me vllavin e tij dhe kom pyetur si e ke jetuar ti këtë rast. Ai ka thënë se unë kur kam parë që ka dalë një tym nga dera e banesës, kam ngajt shpejt dhe kam hyrë në banesë, kur kam pa tymi veç kish fillu të largohet nga banesa dhe e ku pa që viktimat kanë qenë të vdekur. Pra, kur familjari ka hyrë brenda, zotria me cilin ju keni diskutuar, zoti Bashkim, ai thotë që unë kam hyrë brenda, kam vëre tymin në momentin që ai ka shkuar, po largohej, por që ato kanë qenë të vdekur në momentin që kam rritur, apo jo? Po, saktë. Ata kanë qenë në moment pushimi, pra kanë qenë të shtrirë, të 3? Po, sigurisht, ata kanë qenë të shtrirë, është munduar të japë ndihmën e parë, mirë po e pamundur ka qenë. Të 3 kanë qenë pa shenja jete? Të 3 kanë qenë pa shenja jete, vdekjen e ka konstatuar mjekët kundërshtar në mjekësinë familjare në Malishev. Ke mundur të shkosh brenda kësaj banese dhe çfarë keni parë ju vetë konkretisht? Jo, për shkak të angazhimit mia që kam pas tërë ditën, unë nuk kam qenë në banesën e tyre. Po? Dhe nuk kam pa për sa afërmi. Vllai çfarë tregon? Çfarë dëmesh ka brenda kësaj banese që ka pasur tym po jo flak? Është tymosur, komplet, një kaos, si themi ne, është pak i djegur dhe asgjë më shumë. Është pak e djegur një pjesë e kësaj banese? Po, është pak e djegur brenda, po jo e djegur këtë banesa. E kuptoj. Nga vatra e tymit, apo e zjarrit, apo kjo pjesa që ti thua vetëm kjo është dëmtuar dhe jo e gjithë banesa, sa larg janë gjetur trupat? Nuk po kuptojnë. Pra zjarri ku ka rënë? Ku kanë qenë trupat dhe ku ka rënë, ku ishte tymi i fokusuar? Në ç'pjesë të banesës? Përveç se unë
nuk kam informacione dhe sindikati banesës është. Mirë po, vetëm banesa atyne është të mosër. Po pra, po një pjesë thatë pak më përpara, si pas edhe vlajt të viktimës. Vetëm një pjesë e banesës, apo jo? Vetëm një pjesë e banesës brenda banesës, ka qenë e djegur vetëm një kaos, si i themine. Po pra, vetëm një dhomë. Vetëm një dhomë. Po pra, sa larë, kanë qenë në një ambient tjetër, apo po në atë dhomë ka qenë edhe viktima së bashku me fëmijët? Këto po të pyes? Përbes nuk kemi informacione sa kanë qenë larë. Nuk e keni këtë informacion. Nuk e kemi marrë këtë informacion. E kuptoj. Zoti Bashkim, ju vetë çfarë mendoni? Kanë qenë ndoshta një shkëndije elektrike, sistemi elektrik, ka qenë bombola e gazit, ti vetë çfarë mendon? Nga aq sa di? Unë nuk mund me t'jap detaje këtu, po siç po ndodhë në disa vende tjera, mund ndodhë nga rryma elektrike, mund ndodhë nga pjesët brenda aty, nga gjërat ushqimore që përgatiten, mund ndodhë gjithçka. Pra ju thoni edhe nga gjëra ushqimore që përgatiten brenda asaj banese? Çfarë do të thotë kjo? Mund ndodhë edhe ajo. Jo që e kemi informacionin. Jo, e di, por për ta kuptuar edhe ne pak më qartë, çfarë kërkon të thuash me përgatitjet ushqimore? Kjo është me mendimi jonë, sepse ne nga ne kemi nga një banesa apo shtëpi, edhe kemi gjëra elektrike, kemi bobola gazi, kemi për përgatitjen e ushqimit. E kuptoj. Pra mjetet që përgatitim ushqimin, ndoshta ka qenë e vendosur në prizë dhe nuk është hequr dhe më pas mund të ketë bërë këtë shkëndijën elektrike, por mund të jetë edhe vetë sistemi elektrik. Këtë kërkon të thuash. Po ka mundësi edhe mund të jetë ajo. Megjithatë, bombola e gazit në fakt jep shpërthime të mëdha, duhet ishte dëgjuar ndoshta nga pjesëtar të njëjtit pallat. Gjithsesi, ke mundur të flasësh me fqinj të tjerë? Po, kemi folur edhe me fqinj të tjerë, por nga bombola e gazit nuk ka eksploduar bombola e gazit aty. E qartë. Zoti Bashkim, unë të falenderoj që të kisha drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ju jap edhe një herë ngushëllime të drejt për drejt të gjithë familjes Berisha për gjithë shka që ka ndodhur. Është një tragjedi e rëndë që babai 39 vjeçar së bashku me 2 fëmijët, 9 dhe 12 vjeç kanë humbur jetën tragjikisht. Unë shpresoj të merren të gjitha masat dhe ky pallat, i cili varet tashmë nga komuna e Malishevës, ku pjesëtarët e këtij pallati janë familje të cilat kanë nevoja social-ekonomike të stabilizohet e gjithë situata dhe më pas të merren masat dhe të zbardhet e gjithë ngjarja e rëndë që ka ndodhur vetëm 24 orë më parë. Të falenderoj, Zoti Bashkim, faleminderit. Faleminderit juve për interesimin. Faleminderit, ju përshëndes drejt për së drejti nga Tirana, ndoshta me një fjali, Fabiola, si e ke përcjell ti gjithë të tragjedi? Unë mendoj që nuk është thjesht tragjedi aq e thjesht, saq neve mund ta mendojmë thjesht ka rënë një zjarr dhe kemi viktima, sepse zjarri radhe në Tiranë, siç e thatë dhe ju. Dhe normalisht në momente të tilla, sado që ne të jemi në gjumë, vetë ne si njerëz kemi instinktin e mbijetesës. Dhe domosdoshmërisht një baba kur ka fëmijët patjetër që mund të ketë bërë ato veprimet e mbijetesës. Ajo që unë dua të vë në dukje dhe ose më saktë të bëj një thirrje për gjithë familjarët e tjerë është që sadopak informacione të kenë lidhur me mënyrën e jetesës, me mënyrën e jetës, jetën bashkëshortore të secilit, sepse mund të jenë detaje të cilat ato në vija të përgjithshme mund të kenë sipërfaqësore, por që mund na nxjerrin në pa disa elemente që ndoshta mund të kenë qenë deri diku dhe shkaktar të vdekjes së tyre. Sepse në momentet e tragjedisë çdo kush ka instinktin e mbijetesës. Qartë. Pse ky baba nuk ka mundur dot të shpëtoj as fëmijët? Shiko, në fakt duhet flasin edhe ekspertët, të presin se janë vetëm hetimet të paraprake, jemi shumë shpejt pas ngjarjes, donim të kuptonim diçka më tepër sepse ne u tronditëm edhe nga ngjarja e Tiranës, nga djegja e 10 apartamenteve në fakt, mbetja jashtë e shumë banorëve në Tiranë dhe menjëherë vjen edhe lajmi i Malishevës, por diferenca midis ndërtimit private dhe ndërtimit nga komuna dhe strehimit të familjeve në nevojë, por ndoshta është shumë e çuditshme në rastin e Malishevës, të paktën sipas informacioneve që po na jep edhe kryetari i komunës, kryeplaku, por në fakt edhe i afërmi i familjes që deklaron që ende nuk ka asnjë të dhënë në lidhje me bashkëshorten, por është parë tym, është vënë re tym dhe jo flak.
Kjo për mua është e çuditshme, sepse në momentin kur ne kemi tym, normalisht mund të qenë tym i zi, dhe kjo janë dy detaje shumë të vogla. Tym i zi, në momentin që kemi tym të zi, patjetër kemi patur flak më herët, që babai mund të tentuar ti shuaj flakët. Trupat janë gjetur në gjumë. Trupat janë gjetur në gjumë. Po, të paktën sipas informacioneve që na dha zotëria. Atëherë do duhet domosdoshmërisht që të marrim disa... Tu duhet një hetim i mirëfillt. Duhet shumë i mirëfillt. Sepse sado që je në gjumë në momentin, edhe pse neve mund të jemi në gjumë dhe kemi ato fazat e treta të gjumit, domethënë e parë, e dytë, e tretë, në secilën fazë ne sërish kemi një subconsciencë tonën të ndjejmë diçka. Një lloj siç mund ndjejmë një lëkundje tërmeti, një lloj siç mund ndjejmë një aromë gatimi, jo domosdoshmërisht patjetër do ndjenim dhe një aromë tymi kaq të madhe, sikurse pas ka qenë në shtëpi. Kështu që duhet diçka më e detajuar. Mirë, unë shpresoj të zbardet e gjithë dinamika kësaj ngjarje, të dalin shkaktarët apo shkaku i vërtet, i shprehim edhe një herë ngushëllimet të drejtë për drejta se është një tragjedi shumë e rëndë e familjes Berisha, ku babai 39 vjeçar ka ndruar jetë së bashku me 2 fëmijët, 9 dhe 12 vjeç, dhe fatmirësisht ka shpëtuar 2 fëmijët e tjerë, njërin në Çerdhe dhe vajza 13 vjeç që ka qenë në shkollë. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në rrjedhën normale të emisionit Me Zemër të Hapur, një tjetër temë për të trajtuar ditën e sotme. Na ndiqni.